Shkon me procedurë kur policia e bën hetimin, prokuria e bën akt akuzën, gjyqtari vendos për dënimin që e meriton për aktin që e ka kryer. Mirë po jo tashti me fillu, veç nëse filloni dhe i kqyrni, sa fyrja, sa ofendimi u lëshru për këtë deputetëve, ministrave e aktivistëve vendosjes në emën të Samir Lështakut. Tash a e meriton ky? Sepse dhuna nuk është vetë fizike, dhuna është edhe psiqike. Dhe dhuna psiqike zakonisht është shkaku që po e bën pasojën. Dhe prandaj duhet me unal. A e ndëgju zotin Mehani që filloi fjalimin e tij. Ta fillimisht vjen mirë që zoti Lështaku u dorëzu dhe ka jap deklaratë. Mirë po cila ka këtë fjalia pasuese? Tha Samir Lështaku tha është kriminal si personalitet. Tash a duhet zoti Mehani me e trajtu në aspektin psikologjik çfarë personaliteti është Samir Lështaku? A është ai enti apo mekanizmi që e përcakton? A duhet ai tash prapë me vazhdu me fy Samir Lështaku me thojë si e kriminal si personalitet apo duhet me u qetësu me thonë tash policia po e mori trajti? Vazhdo me pyetjen, a duhet tash Samir Lështaku me shku me dhunu ato pse ka qenë kriminal? Jo s'duhet. Jo s'duhet. Nëse e dëgjove profesor fjalinë e parë thash, dhuna duhet mu trajtu dhunë. Dhuna duhet mu trajtu si dhunë. Edhe si e tillë nuk bën ndryshe me kon. Tashti, kur Albin Kurti del thot, është dhënu policia.